Mirëmbrëma Prishtinë, jemi shumë të lumtur që jemi pranë jush sot për të festuar muzikën tonë, kulturën tonë dhe mbi të gjitha 26 vjetorin e çlirimit të Kosovës. Të martën mbrëma, Prishtina u mbush me tingujt e muzikës në koncertin festiv Kan nga Jon, që shënoi nisjen e aktiviteteve për muajin e çlirimit. Nën patronatin e presidentës së Kosovës, Vjosa Osmani Sadreu, koncerti i u kushtua krijimtarisë së kompozitorit të njohur të muzikës së lehtë, Musa Piperku. Në një mbrëmje plot emocione, në moderimin e Alban Ukajt dhe Dojna Memës, performuan emra të njohur të skenës si Armend Rexhepagiçi, Enva Mula, Eneda Tarifa, Shpat Deda, Genc Salihu, Fifi, Jehona Sopi, Vlashen Sata, Ansambli Zanat dhe kori i fëmijëve Okarina. Atmosfera ishte festive, me një publik të shumt dhe duar trokitje të pandërprera që pasqyruan vlerësimin për muzikën dhe trashëgimin kulturore.